Një kamerë e vendosur pranë burgut të Drenovës dyshohet se është përdorur për të monitoruar lëvizjet e Brian Syzos, i cili u plagos me armëzjarri në Pogradec. Kamera u konstatua rreth 4 ditë më parë, e vendosur në një nga plepat përgjatë rrugës që të çon në burgun e Drenovës. Pas verifikimit të pamjeve filmike, u identifikuan si autor të vendosjes së saj, vëllezërit Nikola dhe Edison Agolli. Dyshohet se dy vëllezërit Agolli e kanë vendosur kamerën për të monitoruar lëvizjet e Brian Syzos dhe për ta sulmuar në momentin që do të shkonte të takonte vëllain e tij, Sindi Syzo, i cili vuan dënimin në burgun e Drenovës për plagosjen me thik të Nikolës në berberhanën e tij. 35 vjeçari Brian Syzo mbeti i plagosur pas të shtënave me armëzjarri më 29 qershor, ndërsa i ri u ndodhi i parkuar me mjetin e tij në lagjën numër 3 të Pogradecit. Hetimet e policisë kanë çuar në identifikimin e 4 personave të dyshuar si autor të atentatit. 2 prej tyre janë arrestuar, Nikola Agolli dhe David Prifti, ndërsa 2 të tjerë, Meardi Berberi dhe Edison Agolli, janë shpallur në kërkim.